أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Falendrimet dhe lavdrimet kulmore I takojnë Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë dhe çdo herë prej Allahut e kërkojmë ndihmën, faljen, shpëtimin, udhëzimin, shpresën e vetëm për Zotit Azza wa Jall e kërkojmë. Falendrimi takon Allahu xhaleshanuhu I cili na bëri prej muslimanëve, na bëri prej besimtarëve, na bëri prej popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na bëri për njerëzve që të dallojmë cila është e vërteta nga pa vërteta. Për njerëzve të cilët e dallojnë se cila është rruga e Zotit, rruga e hajrit, rruga që t'jep bereqet dhe begati, krahas rrugës që të çon në dalalet apo në humbje. Salavatet janë për vullën e pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai I cili ishte pishtar ndriçuesi rrugëve tona që me veprat e tija, me miratimet e tija, me fjalët e tija I ndriçoi dhe rrugët tona. Në asolli besimin e duar tona. Gjithashtu salavatet janë për familjen ti të ndeshme Ehli Bejtin, mbi shokët sahabët që nuk u ndan asnjë moment nga ai, asnjë hap nga ai, dhe mbi gjithë njerëzit të cilët me përkushtim, me sinqeritet e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur dalin para Allahut për dhënë llogari. Të dashur vëllezër, paqja, mëshira, rahmeti Allahut qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet juaja. Thojmë elhamdulillah për këtë fe kaq të pastër, kaq të mirë, kaq të bukur, për një krijues që aq bukur e krijoi këtë gjësi. E krijoi krijesën njeri dhe ja dha fen më të mirë që është feja islame. Allahu Gjeleshanu thot se I dhubila bismillah inna dina inda Allah l-Islam, me të vërtet feja e pranuar tek Zoti është Islami. Kjo fe ka që pastër I dhurohet njerëzve të cilët janë pastër. Kjo fe ka që bukur e mirë I dhurohet njerëzve që me të vërtet nuk dojnë me njoft dikën tjetër përveç Zotit Gjeleshanu. I dhurohet atyre njerëzve të cilët me të vërtet nuk dojnë me vu diçka në vend të Allahu Gjeleshanuhu, por gjithmonë me pas Zotin krijuesin një edhe asnjëherë mos me bësh shok atij. Jena të vetëdijshëm që nga koha e Ademit alayhis salam, njeriu të parë, pejgamberi I parë, po edhe tek pejgamberët e tjerë, kishte prej atyre të cilët kanë pas dëshirë me I bësh shok Zotit Gjeleshanuhu, me adhuru dikën tjetër në vend Zotit Gjeleshanu, duke prit edhe duke mundu edhe duke pas shpresë se t'jep dikush diçka më të mirë se sa t'jep Allahu Gjeleshanu. Do thot kanë besu në shumë gjëra. Fatkeqësisht brez pas brezit edhe në ditët e sotme kemi për njerëzve të cilët besojnë në disa lloj besytnive, në disa lloj gjërave që t'ja shohim fundin e tyre do të thotë sikur se ti bësh sok Zotit, besosh diçka që t'jep mirësi e begati në vend të Allahu Gjeleshanuhu. Me të vërtet jena në këtë pjesën edhe në popullin tonë gjenden këto gjëra. Edhe ne duhet flasim për to, ne duhet I cekim ato. Allahu Gjeleshanuhu thotë Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Ditën thotë kur nuk të bën dobi as pasunia, as fëmijët tuaj, përveç atij që I vjen Allahut me një zemër të pastër. Përveç atij njeriu që I vjen Zotit me një zemër të pastër kur dalin para tij. Kjo zemra e pastër don me u pasuru me gjëra të cilat Zoti I ka leju, jo me gjëra të cilat Zoti është I hidhur mbi tyne. Andaj në mesin ton ka prej atyre të cilët besojnë edhe shumë gjëra tjera. Ne kur I përmendim këto gjëra, flasim për njerëz të cilët nuk kanë afrimitet me namazin, nuk kanë afrimitet me Allahun Gjeleshanu. Po mos zamakes kishte me qenë për një person I cili falet, I lutet Zotit Gjeleshanu, edhe në njëjtën kohë beson në diçka tjetër. Si është ky besimi në diçka tjetër? Ti cekin disa prej tyre që ta dimë se ku jena. Sa shpesh e kena ndëgjuar mesin ton që
dita e martë është një ditë e zezë që në këtë ditë nuk lejohet asgjë me bë. E kena ndëgjuar shpesh. Kush është ai që i krijoi ditën e martë? Është Allahu Azza wa Jall. Është Allahu xhaleshanu. Po sikur ti ishte një ditë që mos të bash asgjë tjetër, veç të adhurosh Zotin, do të ishte dita e xumah. Por jo, edhe për ditën e xumah Zoti xhaleshanu thot, në kohën thotë e xumas, milan shitblerjet. Leni punë tuaja, e pas xumas përhapnu thot në dynja, kërkoni rrezikun e juaj. Po ku mbeti e martja? Do thot askund. Allahu xhaleshanu thot kështu: "Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi." والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahun xhaleshanuhu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Librin që i është shpall gradualisht prej Allahut xhaleshanuhu pejgamberit alayhis salam, edhe libri që ka qenë më herët. Librat do të thotë që janë zbrit më herët. Allahu po na urdhëron që të besojmë Allahun xhaleshanuhu. Edhe pejgamberi alayhis salam si pejgamber, si i dërguar i Zotit xhaleshanuhu. Jo diçka tjetër. Jo diçka tjetër dashur vëllazër. Këtu besime kanë ardhur siç thash më herët edhe pri gjeneratave të cilat kanë qenë para nesh. Na shpesh e përdorim, ka thani moçmi, ka thani moshuari, po jo çdo gjë që na ka ardhur neve na është rezervuar deri tash do të thotë se është e drejtë. Jo çdo gjë që na ka ardhur deri në ditën e sotme do të thotë që duhet ta besojmë patjetër. Andaj kjo është ajo do të thotë çka duhet më u largu na prej saj. Mos me besu që me të vërtet kjo dita e martë është një ditë e zezë. Jo, as pak. Është ditë që ka kriju Allahu xhaleshanuhu. Është ditë do të thotë që mund të veprosh si ditë të tjera, pa dallim, por veç të kesh një jetin për Allahun xhaleshanuhu. Çka është tjetër? Shikimi i fallit apo shikimi i dorës? Kush është ai që mund me të siguru ty që nëse një person ta shikon ty dorën, ai ka me të dhënë ty të mira, ka me ta kallëzuar se cila është ardhmja jote. Askush. Allahu xhaleshanuhu këto vepra i ka përmend kështu, rijzum min amali shejtan. Vepra të ndyra të shejtanit. Vepra të ndyra të mallkuarit. Do thotë, cili është ai personi i cili ta shikon ty dorën edhe thotë që këtë datë, këtë ditë do të jesh i bekuar mbi Zotit me diçka të caktuar. Askush. Nuk mundesh me marr asnjë gram më shumë se sa ta ka caktuar Allahu xhaleshanuhu. Asnjëherë. Asnjëherë. Shikimi edhe besimi në horoskop. Ndodh. Në mesin tonë ndodh. Ka njerëz të cilët çohen mëngjes e shikojnë horoskopin dhe aty thot shigjetari apo ujori sot do të ketë një ditë shumë të mirë, do të ketë do të thot diçka që sot ka me e fitu. Kush është ai që ta jep këtë? Është Allahu xhaleshanuhu, nuk është as shigjetari, as ujori, as dashi, as kush tjetër. Por këtë e kthejmë në një formë tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: personi i cili fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahu xhaleshanuhu. Ky është shigjetari më i mirë. Kush e fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Zotit xhaleshanuhu. Këtë duhet me shiku besimtari. Mos shikoja, mos besojnë horoskop. Kemi ndëgjuar shpesh tek populli jonë thojnë mos të lahemi vonë apo mos t'i presim thojt vonë, pse se do të na ndodhi diçka keqe. Absolutisht jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "At-tahuru shatrul iman." Pastërtia thotë është gjysma e besimit. A do të ndëgjosh pejgamberin alayhis salam që është bazë në Kur'an, është bazë në Sunet, apo do të ndëgjosh dikën i cili nuk ka bazë askund? At-tahuru shatrul iman. Pastërtia është gjysma e besimit. Çka është tjetër më rëndësi? Ka shumë për tyne, po na do t'i cekim vetëm disa, ta dina që secila çka i përngjet kësaj e ka të njëjtën dënim, e ka të njëjtën përfundim. Kena pa në lokale, në kafe, në restorante, ku vuhen hudrat, ku vuhen patkoj i kalit, ku
ku vuhen syri i kaltër, dikush e marrë edhe në dorë. A ka me të mbrojt aja? A ka me të dhënë bereqet më shumë aja? A ka me të ashtu riskun ajo? Padyshim që jo. Kush është ai që është furnizuesi më i mirë? Është Allahu xhaleshanu. Thot Zoti xhaleshanu, sta'idhu bila bismillah, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O ju që besuat, hani nga të mirat të cilat ju ka dhënë Allahu xhaleshanu, nga të mirat që ju ka furnizuar Zoti xhaleshanu. Falenderoni Allahun nëse jeni që vetëm Allahun e adhuroni. Nëse jeni prej atyre që vetëm Zotin e adhuroni. A adhuron Zotin ai personi i cili beson në atë patkojën e kalit? A adhuron Zotin ai person i cili e zëvendëson besimin ndaj Zotit me një hudër? Padyshim që jo. Ky është mesazhi që duhet të përçojmë dashur vëllezër. Ky është mesazhi që nga sot duhet të përçojmë edhe ditëve tjera. Mos më mbet vetëm këtu, por të vazhdoj ky mesazh që çdo gjë e cila e zëvendëson, askush nuk e zëvendëson Allahun, por një person i cili mendon që të jep diçka bereqet përveç Zotit xhaleshanu, me të vërtetë bereqeti i tij është i humbur. Furnizimi i tij është i humbur. Sa kena ndëgju kur thonë që sikur të kaloj macja azez rrugën tonë, atë ditë do të thotë dita jon do të jetë e prishur. Dita jon s'do të ketë as pak mirësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ndrysh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që macja është e pastër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që macën duhet ta lëni thotë lirë. Edhe të shëtis, të kthehet të shkoj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë këtë. Cili ishte pinesh, do të thotë cili është pinesh në atë nivelin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të na tregoj se cila është e mirë dhe e keqja? Asnjëri nga ne. Do të thotë që janë gjanat e cilat i ndëgjojmë në mesin ton, ndoshta pak flasim për ta. Pak flasim për ta, por me të vërtetë ka një rëndësi shumë të madhe. Ka një rëndësi shumë të madhe se nuk është që të falim namazin edhe të besojmë që të na jep dikush mirësi më shumë se Allahu. Nuk është që të shkojmë haxh edhe të bëjmë vepra të adhurime të tjera ndaj Zotit, edhe të njëjtën kohë të besojmë që me të vërtetë është dikush që na jep mira më shumë se Allahu xhaleshanu. Këtë gjë duhet me e ditë dashur vëllezër. Këto gjëra vijnë nga mos njohja e Zotit xhaleshanu, jo njohja e Allahut. Këto gjëra vijnë duke mos u falur, mos bëj ibadet ndaj Allahut, jo duke bëj ibadet ndaj Zotit. Se sa dush të mundohesh të afrohesh Zotit e të njëjtën kohë i bën shok Zotit, nuk do të jetë e pranuar ajo. Nuk do të jetë e pranuar ajo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Doni t'ju tregoj veprën më të dashur tek Zoti", ju thot sahabët. I thonë, "Po." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Të besosh Zotin xhaleshanuhu dhe mos t'i bësh shok atij." Ta besosh Allahun me sinqeritet dhe mos t'i bësh shok asnjëherë atij. Këtë thot Allahu xhaleshanuhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë lut Allahun që të na ruaj nga besimet e dobta dhe besimet që nuk kanë menanap asnjëherë të mira. Lut Zotin që Allahu të na shtoj sinqeritetin në zemrën tonë, që vetëm Zotin me adhuru, vetëm Zotin me ran sejdë. Lut Allahun na i fal gjunat tona, na i pranoj pendimet tona, inshallah don Zoti xhaleshanuhu që të na bashkojë në gradat më të larta të xhenetit Firdaus. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.